Me pankartën në dorë e nisën marshimin. Kolektivi për mendim dhe veprim feminist mbajti protestën në Prishtinë për çështjen e vrasjes së grave që të trajtohet si urgjencë kombëtare. Protestuesit kanë marshuar nga sheshi Zahir Parajaziti deri te ndërtesa e qeverisë së Kosovës. E para ndërtesës, përfaqësuesja e kësaj organizate theksoi se nga e njëjta dorë po dhunohen edhe burrat. Krejt kjo vjen prej dhunës patriarkale që ushtrohet përmes dorës së burrave. Prej të njëjtës dhunë mashkullore përdhunohen edhe burrat, siç na boi ditën përmes lajmeve që në burgun e Dubravës 3 burra dhunuan një burr tjetër. Këto fragmente mund doken që s'kan lidhje me njëna tjetrën, po në fakt burojnë për të njëjtit sistem e të njëjtës logjik që rra përdhunon e vret. Hyseni kishte edhe një kërkesë për qeverinë. Ne kërkojmë prej këto trajtim të sigurisë së grave si çështje me urgjencë kombëtare dhe si aspekt kyç i sigurisë publike. Ne kërkojmë që kjo qeveri të krijojë një njësi të specializuar për parandalimin e femicidit në nivel ministror. Përgjegjësi institucionale dhe funksionalizim të mirëfillt të zinxhirit institucional, që parandalon femicidin duke përfshirë këto qendrat për punë sociale. E pranishme në protestën kundër vrasjes së grave ishte edhe Vasfije Kasniqi, si dhe familjar të Jetlira Foniqit, gruas shtatzën që u vra para disa dite në Malishev.